do të me vazhdu se s'kem ka shkuj. Nuk kem ka shkuj. Punëtorët e kompanisë rajonale të mbeturinave pastrimi janë mbledhur para komunës së Prishtinës me kërkesa për paga më të larta e kushte më të mira të punës. Punëtorët njoftojnë se nuk do t'i ndalin greva derisa të plotësohen të gjitha kërkesat që kanë ndaj komunës. Kjo është kompani publike. Pavarësisht çka kanë bërë këta me këtë region, unë nuk e di çka kanë bërë të kaluamën shumë amati po domon, çish ka ardhur puna deri te këtu. Mirë po, na si punëtor, kur kryjm punë, sa herë që kemi kryer shërbim dhe gjithë që kemi kryer shërbim, nuk i kemi dhënë njerëz me politikë. Nuk i kemi thonë na jeti me PDK, me LDK, me ato me të birën e drestat kanë ju, ndja ka më shku pe shtëpi. Pasha zotin në lëm, shumë u dhe gatë më ka duk me shku deri te shtëpia se më kanë mbyt qytetarë të mnal, çka ardh puna. Ky fakt është je i keq, po tepër i turp. Mu më vjen shumë keq prej qytetarëve se ata e din mirë kush e ka kryer shërbimin. Edhe gjithë u kryer shërbimi për viteve të 70 oj motër. Unë nuk ka pas as traktor hiç, nuk ka ekzistuar as traktori. Më falni shpreh me kerret palve kanë përfunduar punën. Edhe me ardhete që ka gjendje falla më çudit. Për çka për tek atyne për përfitimet veta personale, partijake, çka po dijone. Ju jeni kret me media, na prej janarit, prej fillimit vitit 2025, deri në maj bojnë 5 muaj. Kemi kryer shërbim sikur që kemi kryer gjithë. Ka dalë për parim Roma, me një prononcim mos e paguni mbetorinat në kompaninë e pastrimit i paguni këto edhe qytetarët i ka qitë në konfuzion. Paknasit tona jena na me pa punë, ja ka dhonë në privatizimin me 2 kompanive tjera, na me të rrugëve që një ditë jena pa punë, na vjen keq edhe për qytetarëve se mujna me kry shërbimin, që na kena kry me mjetë e qysh kena mujt qytetarë që kena lonë me je keq. Sot me dalë në për rrugë qytetit, në për lagje, o mbush betorina, i piçkepin qetë, marrë me po. Marrë dytë me ardhe për komune, marrë dytë me ardhe për drejtorit tënë, që ka pru gjendjen që të komponuën në pandemi, kurse në nalë, kurse në ka falenderue, kena punu në këtë luftës, kurse në nalë, kena punu në këtë më të shtirat, që 40 vjetë. Para luftë, mas luftë, në luftë, të 2 fartë kanë faj, se janë beles, janë kurse do të më unë në vend një tavolin, me zjetë që është jetë, jo me në pruneve punëtorëve që gjende, se na po hikum. Ata i kanë punë të mire, na hikum. Kërkesat jo na janë 3 kusht që të plotësimin tonë, naft, punë, rrugë. Tjetër asë një mohabet ma shumë s'ka. Derisa nuk përmbushen këto kërkesa, a keni me vazhdu me? Po vazhdojnë ata është greven me greva. Ndrimi pari, dyti, treti edhe do të me vazhdu se s'kem ka shkuj. Nuk kem ka shkuj. 31 vjetë o bonë që të, 3 të shkuj që të, s'kem ka shkuj. Mos në merni, kur kush në merni. E s'kem ka shkuj. Ndërsa komuna e Prishtinës përmes një komunikate për media ka njoftuar se ka nënshkruar një kontratë në vlerë 1.5 milion euro për vazhdimin e punës të kompanisë pastrimi, ndërsa po presin të njëjtën gjë që kjo kontratë nënshkruhet edhe nga kompania pastrimi. Kryeqyteti ka nënshkruar kontratën me kompaninë regionale të pastrimit në vlerë prej 1.5 milion euro për mirëmbajtjen dhe pastrimin e hapësirave publike në qytet. Presim nënshkrimin e kësaj kontrate edhe nga kompania regionale pastrimi me qëllim që punëtorët t'i kthehen punës dhe angazhimit të tyre në kryeqytet.